Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes Elbasan ka shpallur hapjen e garës për rikonstruksionin e rrjetit të tensionit të ulët dhe i kabinave në rrethinat e Librazhdit me fond limit për 119.982.000 lekë. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, kabina do të bëhet me 2 dalje. Të gjitha terminalet e kablet tensioni ulët janë projektuar që të jenë të sigurta në kushte klimatike të ndryshme pa pësuar dëmtime. Terminalet e kablet do të jenë të sigurta edhe kur janë në ngarkesë, në tension, në veprimin e lidhjes së shkurtër apo avarive të tjera që mund të ndodhin në sistem. Po kështu ato duhet të sigurojnë që të punojnë në kushte optimale. Ndërhyrja më rekonstruksion dhe shtimi i kapaciteteve të infrastrukturës elektrike do të bëhet në mënyrë që të garantohet një shërbim cilësor për konsumatorët e ekzistues dhe të përmbushen kërkesat e pritshme afatgjatë të zonës. Qëllimi është realizimi një zgjidhje teknike të qëndrueshme me standarde të larta. Kabina do të pajiset nga të gjitha anët me pllakata paralajmëruese për rreziku nga rryma elektrike. Pajisjet do të jenë në përputhje me standardet dhe specifikimet përkatëse të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, thuhet në dokumentin e publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik. Me anë të kryerjes së këtij investimi, do të rritet siguria e furnizimit për të gjithë abonentët e zonës, andaj për të paraprirë nevojave do të zhvillohet një infrastrukturë elektrike e përshtatshme që të garantojë një shërbim cilësor.